Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e radhës për këtë të njëjtë të datës 5 qershor 2025, ora 7 fiks nisim emisionin ora juaj dhe për ditën e sotme ku do të qëndrojmë si zakonisht në 2 orë të para të mëngjesit, fillimisht duke u përcjell disa prej lajmeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit. Edhe do të kthehemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit me ju rreth orës 7:20 dhe deri në përfundim, por do të kemi kohë deri atëherë fillimisht me zhvillimet nga vendi në oranews.tv Shkodër. Konfirmohet rasti i parë i murtajës së bagëtive të imta në Postrip. Paguan për zhvendosjen e macit elektrik, qytetarit i ngel kabloja në dorë. Vazhdo vajza e vjedh biznesin të atit me falsifikim firme si u bë pronare e shkollës. E moshuara haron sobë ndezur shkërmbohet nga flakët një banesë në Vlorë. E rënë në Ersek, 66 vjeçari goditet për vdekje nga rufeja teksa punonte tokën. Prag tragjedie te liçeni, makina kthehet përmbys në mes të rrugës. Pamje të rënditse nga kopshti i Gledis në Tiranë, nëna dërgon djalin shëndosh dhe e merr. Emrat e akuzas pak dërgon për gjykim 24 të pandehurit për vjedhjet në rrugët. Viz Berberi, pronar de facto i dam, mori 100 milion lekë nga tenderat. E lanë për ta vrarë Lulzim, që ta vrasë Lulzimi, Tafani, Lajrit Haxhiu, murdëroi të ekzekutoja kushëririn tim, avokatin Adriatik Guri. 5 orë dëshmirat anë Tafani zbardh vrasin Elton Mermalit. I gjuajta një herë Lulzimi u sigurua dhe me 2 të tjera, por rrugës u plagos. Lajri na priste me inspektorin. Ta bëjun të mësoj dorën, Artan Tafani rrëfen vrasin tragjike të Friedman Xhaferajt, kërkonin vend ku të hidhin trupin. Shtyhet seanca për vrasjen e Santiago Marcos, prokurori dhe gjyqtari të angazhuar në procesin ku po dëshmon Artan Tafani. Dëshmia në gjyq Tafani të gjithë i rinin Pins Laertit më dhan 50.000 euro për një vrasje. Hakmarrja ekzekutuan Edmond Papën, prokuroria kërkon 30 deri 25 vite burg për Andrew Underboden dhe Alban Velon. Plagoset gjatë punës 51 vjeçari në uzinën e ferrokromit në Bradashesh. Prota në konferencën e 52 rajonale europiane të Interpolit në Athinë. Kisha frikë Artan Tafani ja si e realizuan me Ligor Ramachkan vrasin e Çayub Selimit në Tepelen, Laerti iku në Tiranë bashkë me sekuestruan 9.000 metra katror tokë në fushë shprez, Altin Topalli e përfitoi nëpërmjet mashtrimit. Njohja në burg me Lulzim Arapin, te takimi me Lajrit Haxhiun, te karburanti Semir Taulaut, zbërthehet Artan Tafani në gjyq. Shpërndante lëndë të paligjshme në dërmi, arrestohet 19 vjeçari. Dhunoi të birin dhe u kap me sende të paligjshme në banesë, arrestohet 70 vjeçari. U largua nga banesa as duket i moshuari në Korçë. U kap pa leje drejtimi dhe tentoi të korruptonte policin, arrestohet 20 vjeçari në Durrës. Çelja e sezonit turistik në Shëngjin, aksion nga Rana e Hedhun për lirimin e hapësirave publike në Bregdet, u konstatuan disa shkelje nga operatorë privat. Veshjet firmatot e rruga e Arbrit, arrestohet koka turke e grupit kriminal dhe pronari magazinës. Plagosi 15 vjeçari në Alidem. Autori është shkrepur aksidentalisht. Letërporosia nga Anglia për zhdukjen e Jan Prengës do të merre në pyetje Astrid Prenga dhe Gëzim Shullani. Operacion ndërkombëtar Shqipëri-Finland. Oranews siguron pamjet e drogës së sekuestruar. Detajet të reja nga vrasja e antarit të grupit të Avduleve në Durrës, arrestohen 2 nga 5 personat e përfshirë në atentat.
Vodhën kasafortën me 15.000 euro në një banesë arrestohen 2 persona në Tiranë. Mashtronin shtetas të huaj për të investuar në bursa fiktive, arrestohen 2 shtetas. Rritja fëmijëve nga gjyshrit, hida mungesa e dadove bën që kjo zgjidhje të përqafohet. Posedon dhe sende të paligjshme, arrestohet në flagrancë 18 vjeçari. Çuan gjendje falimenti i 7 fasoneri për të shmangur taksat, caktohen masa sigurie për 7 persona. Ndodhja akustike gjatë sezonit veror, policia gjobit lokalin e natës pas ankesave të banorëve në Ksamil. Valët e të nxehtit afrikan bërthejnë vendin para shikimi i motit. Grabitet një banesë në zogun e Zi. Hajdutët marrin sende me vlerë, dokumente dhe USB. Jo me lajme nga politika. Ka si jep sot vendimin për Kuksin, Fieri dhe Durrësi shtyhen për javën e ardhshme. Deti Hasani flet për mediat greke të vendosur ta zgjidhin për minoritetin grek. Deklaratat e Berishës për zgjedhjet e eurodeputeti Gahler do ta ndjek çështjen e Shqipërisë me objektivitet dhe prioritet. Zhuba kërkon seancë dëgjimore urgjente me ministrin, po fshihen gjurmët në burgun e Spaçit. Ministri Hoxha për të ngarkuarën me punë të Shtetet e Bashkuara, Van Harn, zbardhen bisedat, shtyhet pa afat raportimi në kuvend të institucioneve të pavarur. Të gjithë diplomatët në provim, ndryshon ligji për shërbimin diplomatik, drafti në kuvend akademi për të formsuar të rinj. Siguria kibernetike, qeveria harton manuali për vlerësimin dhe analizimin e riskut. Malliu Parlamenti Evropian dënoi farsën elektorale, nevojë të ndërhyrje në procesin zgjedhor. Andoni, reflektimi i KOS është një reflektim pozitiv për vendin ton, ndërsa raporti i PS duhet ta tremb qeveri. KAS vendos hapjen e 229 kutive të materialeve zgjedhore të qarkut Vlorë. Blushi, raporti i Parlamentit Evropian fakton blerjen e votave, qeveria ka humbur legitimitetin. KAS hap 4 kuti në Vlorë, pas kërkesës opozitës zbulohen 2214 fletë votimit pa përdorur. Berisha në Bruksel, raporti i Parlamentit Evropian damkosi regjimin e Ramës, u denoncua me qartësi më të madhe farsa elektorale. Hasani në Athinë, vendet tona ndajnë histori të pasur me lidhje të thella kulturore. Malaj, parlamenti duhet funksionoj, përgjegjësia jonë ndaj qytetarëve është e madhe. Kandidatët e PD-s kërkojnë hapjen në kutive në 3 qarqe, ja datat kur do të mbahen seancat. Eurodeputeti gjerman, zgjedhjet në Shqipëri në presion, mbledhje votash me amnisti dhe bonus për pensionistët. Mbyllja e TikTokut, gjykata kushtetuese pranon padin dhe kalon çështjen për shqyrtim. Spiro Pali vlerëson raportin e Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Drafti rikonfirmon avancimin tonë të shpejt në drejta ndarësimit. Berisha atakon eurodeputetin Kolz. Rruga drejt Bashkimit Evropian kalon nga zgjedhjet e lira. Luftoni korrupsionin, po e shuplak Shqipërisë, shjeder reformë zgjedhore gjithë përfshirëse. Rikonceptimi i rezidencave qeveritare, Rama, rruga për t'i kthyer këto asete në funksion publik. Vokshi, kur u tregoi miqve në Europë se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet në Shqipëri, u duket e pabesueshme. KAS mbajti qëndrim të mirë, Aulon Kalaja, pritet hapja e kutive të Durrësit. Ndërkohë vjen
me lajmin nga rajoni. Kosova si stret të burgosur ish Dashevci, nuk cënohet siguria, përfitohen 200 milion euro nga Danimarka, por Mali i Zi do të prodhoj dronë në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara. Albulin Axhiu nuk përjashton mundësinë e 2 palë zgjedhjeve në të njëjtën kohë në Kosovë. Arrestohen 17 persona për degradim të mjedisit përreth lumit Drini Bardh. Pas përfundimit të konstituimeve me partitë politike osmani, data e zgjedhjeve lokale do të caktohet në ditët në vijim. Osmani pret në takim komandantin e gardës kombëtare të LOAS. Kroacia po rikthen shërbimin e detyrueshëm ushtarak pas 17 vitesh si do funksionojë. Osmani, data e zgjedhjeve lokale do të caktohet në ditët e ardhshme. Deklarohet i pafajshëm Naim Urseli do të kërkojë dënim të përjetshëm për veten nëse Danimarka konfirmon dërgimin e të burgosurve në Kosovë në vitin 2027. Tymizi në Prishtinë vazhdon saga e dështimeve për konstituimin e kuvendit Kosovës. Mbas seanca për vrasjen e Liridon Ademajt, vëllait 30 vjeçares, dhimbja po na shtohet, urojmë që gjykimi të përfundojë shpejt. Marrëdhënia e re Shqipëri-Greqi Guri duhet që midis dy vendeve të ngrihen mekanizma të reja sigurie. I dënuar me burgim të përjetshëm në Hag, Ratko Mladic kërkon lirimin e tij, më ka mbetur edhe disa muaj jetë. U akuzua se ka lidhje me kartelet e drogës. Dragan Vučić nuk ka mbar kur drogë në jetën time. Petković në Bruksel nuk mund të ketë dialog për preshevën e Bujanocit. Komisionerja Marta Kos Kosova të formojë sa më shpejt institucionet. Defender Europe 25, Kurti dhe Osmani vizitojnë trupat e FSK-s, jemi gati për antarësimin në NATO. Dialogu bislimi vetëm me Sorensen, ekipi serb nuk shkon në takim. SBA Kosovari Lirim Sulejmani dënohet me burg për bashkim me ISIN. Zgjedhje lokale në Prag, Osmani fton në takim partitë për dekretimin e datës. Aksioni madh i speciales në Kosovë, kush janë 2 biznesmenët e arrestuar. Alarm në Gjilan, arrestohen 15 persona për mashtrim kibernetik dhe keqpërdorim të kartave bankare. Gjendet i pajit një person në Prishtinë ja çfarë ka ndodhur. Arrestohen 2 shqiptarë në Greqi. Policia gjeti në banesën e tyre lëndë narkotike. Shohim lajmin nga bota. Zelenski, Rusia duhet filloj të kuptojë se konflikti vazhdueshëm në Ukrainë ka një kosto. Spanja përballet me një tjetër verë të nxehtë, por rezervat e ujit janë të qëndrueshme. Thesar Ari për $160 milion zbulohet pas 50 vitesh i fshehur nën tokë. Koloneli Dritan Demiraj, shqetësimi më i madh për Shtetet e Bashkuara është Kina, jo Rusia. Presidenti i Koreas së Jugut zotohet të rifillojë bisedimet me Korenë e Veriut. Me 1.5 milion pelegrin nisin haxhin në ndjellin përvëlues. Nëna rëmbe vajzën e saj nga Italia dhe e fsheh në Spanjë për 11 vite. Arrestohet çifti shqiptar në Spanjë, kapet me 809 të rrojnë në shtëpi bari. 11 viktima nga përleshjet jashtë stadiumit të kriketit në Indi. Analiza, pse u rrëzua qeveria holandeze dhe çfarë vjen më pas. Biznesmeni në Moskë rrëmbehet në mes të ditës se fusin bagazhin e makinës.
Vapa përvoluese sfidë për pelegrinët në haxhin e këtij viti, çfarë bojnë autoritetet saudite për të përgatitur. Shkencëtarët kinesë në akuzë në SBA për tentativë përdorimi të kërpudhës toksike si armë agroterrorizmi. Princi Ull janë veshur uniformën ushtarake, merr rolin e rëndësishëm. Trump Putin, bisedë telefonike, presidenti i Shtetit Bashkuara, Rusia gati të reagojë ndaj Ukrainës për sulmet në aeroporte. Jemi të gatshëm të sillim konfliktin përmes diplomacisë, konfirmon Kremlini. Putin zhvilloi bisedën e parë me Papa Leon 14. Ska paqe Rusi-Ukrainë, shala, bisedat mes palëve të rëndësishme po mbajnë hapur kanalet e komunikimit. Holanda drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pas rënies së qeverisë. Kanadaja propozon masa më të rrepta për migracionin dhe azilin. Putin refuzon bisedimet me Zelenskin, kërkojnë paqe por godasin civilët. Trazira në burgun e Gjenovës, në vjetrat burgosur, dalin jashtë qelive 2 oficerë plagosur. Sondazhi, shumica e britanikëve pro një embargoje të plotë armësh kundër Izraelit. Mbi popullohen burgjet. Suedia dërgon 600 të dënuar për krime të rënda në Estoni. Meksika kërcënon SBA, presidentja Sheinbaum javën e ardhshme do të shpallin masat ndaj tarifave të Trump. Rute, NATO do zgjeroj kapacitetet mbrojtëse në shkallë të gjerë. Çfarë pune keni ju me ne? Irani hedh poshtë propozimin amerikan për pasurimin e uraniumit. Ministri i mbrojtjes së Ukrainës në selinë e NATO-s dëshirojnë paqe. Gjermani, makina përplas një grup nxënësish të shkollës fillore në Köln, 4 të plagosur. Kremlini po përgatit hapjen e radhës, SBA e alarmuar për lëvizjen e Rusisë ndaj Ukrainës. Ky qytet është imi ose vdes, Daily Mail, pse bosët e drogës në Liverpool kanë tmerr të punojnë me shqiptarë. Negociatat Ukrainë-Rusi, Zelensky propozua marrëpushim nderisa takohen liderët. Vikingët vizitonin stacione pushimi për të shmangur rreziqet gjatë udhëtimeve në përdet. Fobia heton dhunën ndaj krishterëve në protestën e lutjes në Seattle. Ndalin pamjet e frikshme nga djegja e Universitetit Italian, nis me shpejtësi evakuimi i studentëve. KAja jep dritën jeshile Bullgarisë për euro. 20.000 njerëz detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre në Köln, një arsye. Nuk është puna juaj, Irani refuzon kërkesën e SBA-s për pasurimin e uraniumit. Dhe në fund, lajmet nga sporti, video spektakël në Myni, Portugalia përmbys Gjermaninë, Cristiano Ronaldo dërgon luzitanët në finalen e Nations League. Celticun ndjek Armando Brojo. Situata tek Interi Marota, në moment i vështirë, por nuk trembemi. Liga e Kombeve, Gjermani, Portugali. Napoli ofron rinovimin, Rahmani e kërkojnë në Premier League. Çekueze zbulon arsyet e sezonit të dështuar të Milanit. Zyrtaret Giulio Tabaku rinovon kontratën me Vorën. De Laurentiis, Scudetto është Falcondes, De Bruyne e para nga shumë blerje. Historia e vërtetë e nisjes makiaveliste e ndeshjes nga PSG ndaj Interit, Hileja dhe qëllimi. Shaquille O'Neal zgjedh 10 lojtarët më të mirë të gjitha kohrave në NBA. Santos kërkon nga Neymar për të rinovuar kontratën e tij përtej qershorit. Dhurata luksoze e Dembeles pas fitores së Ligës Kampionëve kushton gjysmë milioni euro. U refuzua nga Marseja, Paul Pogba i ofrohet një tjetër klubi francez. Presidenti i Federatës Italiane kualifikimin botëror është detyrim absolut, s'ka më justifikime. Arrihet akordi, Rangers është blerja më e re e Manchester Cityt. Futbollistët serb do të jenë të vështirë ndaj Shqipërisë, na pret një atmosferë e zjarrt
tifozi me aftësi ndryshe aksidenton me karrosin e tij. Ronaldo, reagimi i CR7-s bëhet viral. E ftoi kombëtari e moshave 17 vjeçare firmos kontratë 3 vjeçare me Dinamon. Inter konfirmon transferimin e talentit kroat. Mos i çmendur Matuidi zbulon prapaskenën me Cristiano Ronaldo te Juventus. Mbetëm pa bileta kundër Serbisë, tifogrupet në organizim unik në Shkup, FSHF na pengon por zemër kuqezi nuk e ndal askush. Mbappé një borxh i papaguar me Francën dhe një top i artë në horizont. Simone Inzaghi do të bëhet më i paguari në botë, një arsye madhore që braktisi Interin. Kimmich, 100 ndeshje me Gjermaninë do të thotë shumë, kam luajtur në një nivel të lartë dekadën e fundit. Të gjithë sytë e talenti Argjentinas, Real Madrid është në Buenos Aires. Vitali beson sërish të gjithë te Milani, i befason, konfirmohet transferimi i parë. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit përmes faqes son të webit oranews.tv. Dhe është momenti për të kthyer në studio, ora 7:21 minuta. Kthehemi në studio në vijim të kësaj pjese të parë të emisionit, 068 60 54 639 068 99 00008, që do të thotë jemi në pjesën e komunikimit të drejt për drejt me ju nga ky moment dhe deri në përfundim, deri në orën 8:50 minuta. Do të jemi së bashku edhe sot si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9, edhe për sot. Drejt për drejt në Ora News e Radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv për gjithë ju që doni të ndiqni programet tona, por jo vetëm, dhe edicionet informative të përditësuara orë pas ore me çdo informacion kurdo dhe kudo që ndodh. Ju ftojmë edhe sot në takimin e radhës së enjte, data 5 qershor. Numrat e telefonit i keni në ekranet tuaja, 068 60 54 639 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. E kemi? Alo? Më jepni një sinjal, ju lutem. Alo? Po ma thoni? Okej, 7:22 ora, jemi në fundin e pjesës parë të emisionit. Mundet të na shkruani ndërkohë në rrjetet sociale, si kundër e dini tashmë çdo ditë në hapësirën e tyre për çdo problem apo shqetësim që juve do të keni, por gjithsesi ju presim në 068 99 00008, 068 60 54 639 në këtë mëngjes të sotëm të datës 5 qershor, ora 7:23, ju përcotëm në minutat e para lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit dhe hapësira dhe koha televizive është për ju që doni të na bashkoheni në komunikimin e drejt për drejt, si çdo ditë nga hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 9. Unë nuk dëgjoj asgjë, më rregulloni audion, ju lutem. Alo, përshëndetje, e kemi? Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Si u gëvit mirini. Mirë. Që jeni mirë edhe qoftë dita e mbarë, Arabi. Faleminderit. Unë kam marrë një 2-3 herë, më kam marrë dhe numrin e telefonit, se unë jam i sëmur, e ke parasysh? Po? Jam i parizon me edhe skale kështu, edhe thash për kërkoja në indim. Më thuaj ju bëjnë thirrje, edhe gazetarët, edhe këtyre firmave, për na ndihmoni më ja baram, neve s'kemi çata. Me 150.000 lekë marrë në pension. 150.000 lekë. Edhe, gruaja punon 4 orë, ja unë 4 orë rrinë në shtëpi, se s'ka të vinë gruaja, se nuk lëviz do të. Do më shoqëroj ajo. Me një urë që e se një në avash. Edhe kështu që... Mi do ishtë një dërua. Shpresoj se ju do më ndihmoni. Edhe këta gjithmonë gazetarë që marrin këto një intervista këto, politikanë më fale se vashot. Këta një rëmuj, një daulle i bjen, bim. Daulle e ndëshon, a i fizomonika ku i bjen me nota. A i një not i bjen në fund edhe në kryet. Po. Në fund edhe në kryet. Shpede, rinë vorë me shpije, ke basush? Po, e kuptova. Te pallate dhe rinja ty jam, po beteresht. Gëzoj që ti jeni mirë edhe miru pashim emision të mbarë. Shumë faleminderit i nderuar, faleminderit për telefonatën, miru dëgjofshim, ne shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo.
Mirëmjesi, Klodi. Mirëmëngjesi. Jam të marrë nga Italia, jam një shkodran. Po? Kam apliku vjetë për pension. Po? Përke në gustë si mjetë baj 66 vjeqë. Po? Po pse kaq vonë? Më ka ardhë, por ma, Pse kaq vonë, them? kam apliku 6 vjetë unë në gustë. Dhe s'te ka dalë akoma përgjigje? Jo, më ka ardhë përgjigje Okej. nga në Albania, Mhm. se më dalin vitet e punës më fillojnë prej në 75 që kam papunu në neshëne. Po? Mirë, Çfarë po, ndodh? mu nuk më dalin, më kanë hu vitet e punës të firmë Stella Tregjepi, edhe 2 vjetë që kam punu në Shërak para se me shku ushtarë. Mhm. Do bësh kërkesë të sigurimet të nderuar për të njohur me ligjin e ri. Ky ligji, Atë po thoj. fali minut, ky ligji, a mi njef mu dhe natë 400 apo ja? Deri në 94 për duhet bësh kërkesë me shkrim të sigurime shoqërore në drejtorinë rajonale. Atje ku ke aplikuar për pension. Atëherë duhet me arë se zbanun shqipnimi i ban vetë ata punë. Mund edhe mos vish, po. E si ban e aja punë? Na lej një numër telefoni. Do të mandi leshti? Jo, duhet ma lësh ti. Numëri i telefonit i jam e është të që jam do marë. Po na e thuaj me zë. Atëherë, 344, Sa? 300? e 44, Po. 266, Po. 56, 5-6 apo 8-6? 5, Po, 5. 5606. Po, 06. Faleminderit. Atëherë prej se unë i kjama tanën që mund të mbashti, Po, faleminderit që na morët i nderuar. Ditë e mirë, shumë faleminderit për e te. Ju dëgjofshim. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Gjithmonë të këtu do kujtojnë të reklama. Publicitet, ne kthehemi pas pak. Kthehemi në studio, telefonata, mirëmëngjesi. Klodi, Urdhoni. unë të mora për i problem që i lidhëm me atë spitalin onkologjik. Po. Të kujtohet kur u bëra i skandali kush nuk u morë me atë problem? Po. Unë them që deri tani zbesoj se të ketë ndryshuar gjë në shërbimin ndaj njerëzve. Ashtu, ë? Asnjë televizion nuk vetë të shoh se çfarë bëhet atje. Njerëzit rrinë me orë të tëra vetëm për të marrë shërbimin ke doktoresha, pastaj pa le shërbimin tjetër. Ka ajo ku bëhet kimioterapia kanë quar edhe njerëzit që kanë për të bërë vetëm një gjilpër. Dhe jo më shumë se dje, domethënë kemi vajtë në spital nga ora 10 për qerek, dhe kemi marruar në orën 1:30, vetëm për të bërë një gjilpër, Ashtu, ë? dhe u kam gruan pësëmur, për të bërë një gjilpër, detyrohen që lejë du të rinë të një orë i qerek në radhë për të bërë një gjilpër, po dhe aty gjilpër e ka bërë Maj Karrikes. Imagjino se çfarë bëhet atje. Karrige. Është gjithë ky aparat shtetëror, ajo administrata, por si nuk e shohin më buri dhe jo. Nuk se kuptoj tani, po i njëjta vazhdon, se ne shkojmë muaj për muaj në spital, po i njëjta. Asnjë lloj ndryshimi nuk çon. Nuk e di se çfarë bëhet. Po u mëruan njerëzit më burr. S'ka faj. Është me gjithmonë skandaloze. Nuk e di se kush do vëri dorë aty që ta zgjidhë këtë problem. Shumë mirë bëni që i publikoni këto. Të rri njeri shumë mirë me orë të tëra vetëm për një gjilpër. Shumë mirë që i bëni publike patjetër se nuk e di Klodi se çfarë zgjidhje do japin ta qeveritar ata, gjithë ata në punësa që marrin rrogën e shtetit më buri dhe. Si nuk e shohin më. E shohin. Po gjunam, ja të gjithë të skëmuar që shkojnë atje. Patjetër. Për ne këmora, Klodi. Bëre shumë mirë nderuar dhe vlerësoj pa mas. Faleminderit juve që telefonuat dhe sigurisht tash është e rëndësishme për të ngritur probleme të tilla dhe jo vetëm sepse në rast se nuk i thon njerëzit, atëherë duket sikur çdo gjë është e mirë. Ndërkohë është mëse normale që të ketë probleme, por nuk është as pak normale që këto probleme, sidomos për fenomene të tilla, të dihen, të zgjasin në kohë dhe të mos
merren masa për të përmirësuar se për të shmangur totalisht. Ndoshta mund të jetë edhe e vështirë. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Po, ju dëgjoj. Mirëmëngjes. Nuk u sqarova. Pra, a ka fuqi pa vepruese ky ligj i ri për topimin e ligjore? Tani jeni duke folur, nderuar se isha me telefonat tjetër, urdhoni. Po, Më thuaj. atëherë, kam dalë në Kemë në 2020 dhe kam 9 vite punë në kooperativë bujqësore që nuk mi kanë njohur. Po, çfarë moshe ke? Tani, urdhë? Çfarë moshe ke? 64 vjeç. Po, patjetër që të... Po kjo nuk është fuqi prapa vepruese. Urdhë? Kjo nuk është fuqi prapa vepruese, i nderuar, sepse ti je fiks që nuk e ke moshën për të dalë dhe ti përfiton. Pra, më falë se ndoshta pra, i përfitoj këto nga 2020, do më thënë të 9 vite që me kanë llogaritur? Jo, s'ka lidhje me ato. Jo, i nderuar. Në këtë kuptim jo. Ti përfiton vetëm vitet për efekt pensioni. Kur të bërë 65 vjeç. Për kempin jo, a? Jo, nuk ka lidhje me ato, i dashur. Jo, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Alo, Urdhroni. do të si kalove, Si jeni ju? se nuk po kuptoj e gja. Desha të pys, a lejohet që të merret edhe pensioni Jo, plot edhe punosh? nuk po kuptonit ju se isha duke fol me një tjetër, i dashur. Tani e ke radhën, urdhë. Se se mora vesh, se kam ullë televizorin, S'ka gjë. Mire, bërë, më thuaj. Unë jam në pension parakoshëm ushtarak, Po, edhe një muaj dalë pension plot, si ushtarak. po. Aktualisht punoj një kompani private i siguruar. A mund të punoj përsëri, marrë edhe pensionin nga ushtria që në takon edhe të punoj në kompani private? Po, mund të punosh, por para se të dalësh në pension, Po. do bësh shkëputjen dhe pastaj do deklarohesh sërish. Për një ditë mund ta bësh këtë gjë. Do bëhet shkputja? Po, patjetër. Dhe pastaj për një ditë do deklarohu sërish. Po, ke kompania që punoj do të bëj dërheqje? Po, do bësh shkëputjen dhe pastaj do rifillosh. Do të njoftoj sigurimet shoqërore për këtë? Po, sigurisht që po. Në momentin që do aplikosh, do thuash që jam në marrëdhënie pune. Me fjalë jam shkputur. Në moment që aplikoj. Pastaj, po, s'ka asnjë problem pastaj. Mund vazhdosh. Ka si lloj problemi. Jo, absolutisht. Veç këtë sigurimet shoqërore kam punë për të aplikuar. Po, i nderuar, vetëm aty. Dërheqjen. Mirë, Klodi, faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ty. Mirë posh. Ju dëgjofshim. Presim tjetër telefonues, alo? Mirëmëngjes. Jam ajo gruaja si fola dje për legalizimin e shtëpisë. Po? Ti shkruva në WhatsApp, si ti çova atë. Me numra 3? Po. 82? 503 në fund. Jo 503, 053. Po. Po, edhe? Si ta qova dokumentat për legalizimin. Si në themi që. Po i mora, pra dhe të thash. I mora, zonjë. Po, faleminderit, se çfarë, në i përgjigje, në i gja. Ja, ta shohim se... Djeja u dërgova. Shumë faleminderit për i ti. Sepse nuk është desha me këndje, nuk është një zonë që nuk janë bo letra, pra najtë thash nuk janë bo veçora. Nuk ka lidhje fare, thash edhe djenë, nuk ka lidhje me çfarë është bërë me të tjerë të dashur, më kupton? Sepse është... Ku mund të marrë tjetër që më të zdisht? Do të shkruaj aty në momentin e parë që do kem përgjigje. Shumë faleminderit, se ka dëshminje në ditë. Të lutem, faleminderit e ty për telefonatën. Presim tjetër. 068 60 54 639 dhe 068 99 00 008. Alo? Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Me Klodin, po munde, të lutem. Klodi, jam, po vetëm duhet ulesh zërin televizorit, të lutem. O Klodi. Ule zërin televizorit, se nuk flet dot ashtu. E ula fare, dëgjoj. O Klodi. Po, më thuaj. Kam qenë 22-shit, kam thënë dhe tjetër e kemi biseduar. Qenë 22-shit kam aplikuar për pronat.
Dhe si përfundim, s'kam përgjigje fare. Ku keni aplikuar? Në 22-shin. Ku? Në Vlorë. Po pse s'ka përgjigje apo? Nuk ka fare përgjigje. E para. Pa pse, çfarë të them? Pse? Ne bëjmë këtë pyetje para, e dyta. Po? Kam dy probleme. Më thuaj. Në 97-ën është hapur një firmë anglo-adriatik në Tiranë. Që grumbullot e parar për aksioner të ndërmarrjeve shtetërore. Okej. Në 97-ën. Letra me vlerë. Kemi derur 6 milion. Si përfundim 7. Si përfundim sot i ka Ministria e Financave. I disponon Ministria e Financave. Ore, po kjo është djerë se fëmijëve të burride o tash. Unë nuk e marr vesh tash. Ju nuk i keni marrë, pra. Ju nuk i keni marrë. Nuk. A i ke kërkuar ndonjëherë? Po janë marrë gjitha masat të thuhet të shkresë ku do t'i për shtyri afati. Janë marrë masat të gjitha për shtyri afati. Po ky afat tash, për çfarë është ky afat ova? Po, po. E sakt. Me certifikat? Shiko, për atë pjesën e parë të certifikatës, më nis dokumentin e aplikimit që të pyesin. Tani shty. Po, dokumentin që ke aplikuar në 2022-shin. Po. Mirë? Po. Faleminderit, e para. Vetëm, po, e treta. E dyta jo, s'kam të tretë. Po, e treta se e para ishte legalizimi, e dyta letra me vlerë, e treta. Vetëm këtë. Më thuaj. Aplikimin një dhe para se asaj firmës. Po pra. Do bëheshim aksioner. Okej. Pa merak. Faleminderit i nderuar. Më nis dokumenti dhe të pyesim, ndërsa për atë ajo është ligjore dhe besoj që nuk është se ka për ndryshuar ndonjëherë. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetër, ora 7:41 minuta, 068 99 00008 068 605 639 në këtë pjesë të dytë të emisionit për takimin e sotëm me të data 5 qershor. Kemi telefonat, mirëmëngjes. Akoma presim pak momente, pak sekonda për telefonues tjetër të kësaj pjese të dytë. E korrigjuan. Na than ndjen korrekt atë. Po pra po, është në qershor, kështu që ka një vendim. Dhe mish ma kujtove sepse u interesuam edhe dje dhe po, është nga qershori, nga data 1. Qershor është në zbatim kjo marrëveshje, ndaj mos u shqetësoni, ose ndoshta dikush apo disa nuk e kanë pasur informacionin e duhur dhe kanë thënë që është shtyr, por jo. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Një ditë të mbarë. Edhe juve. Unë kisha një sestim për drejtorinë e kujdesshme të ASK-s dhe jam drejtuar me shkres zyrtar. Kemi pasur një dëshmi trashëgimie e cila nuk është regjistruar, e qelur nga një person i familjes që sot është i ndjer, dhe na është gjeneruar nga sistemi një job për rreth 850.000 euro. Edhe kemi bërë ankimin për këtë job. Mirë po, ka kaluar afati i trajtimit të ankesës. Sa ka kaluar? Jo, ka kaluar afati i trajtimit të ankesës nga SHK-ja dhe ne nuk kemi marrë përgjigje mbrapsht. Po, sa ditë ka kaluar nga afati? Më shumë se një muaj. Sa? Më shumë se një muaj. Ankesat e kanë 30 ditë trajtimin. A mund të jap juve po, atë do thoja. Informacion që të mundi. Atë që ke dërguar si aplikime, keni në ndonjë dokument? Po, e kam dokument fizik. Po, mund ta nisësh me ndonjë foto, me
do të na nisë që të pyes, dakor? Në numra keni WhatsApp apo ka numër tjetër? Jo, duhet ma lini ju sepse te këta numra nuk funksionon WhatsAppi, kështu që ma lini ju. Më thuaj. Numri im është 069 28 28 apo 48? 28. Okej. 448. Jo, ma dhe me 2 shifra gabim. 069 069 62. Okej, s'ma thej 62 prandaj. 62, s'ka gjë. S'ma brelem. 069 28 62 448. 62 apo 28 62? 28 62 448. Po s'të bëra ullëm sho shpirt. Jo, mendja ime u bëllës, sepse kur e riprodhon një nga një të... E di. Banoni këtu në Tiranë? Po, në Tiranë. Mirë, dashur, faleminderit juve për telefonat. Po bëni një cek që unë të dërgoj dokumentin. Patjetër, falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ditë mbarë. Okej. Mirë, përcjellim telefonuesi. Dhe presim tjetër, 068 60 54 639 068 99 00008 në këtë pjesë të dytë të emisionit për takimin e sotëm. Jo, është gabim kur do njihen, sepse është e drejtë që përfitohet duke e kërkuar. Më shkruan dikush kur do të na njohin vitet e kooperative bujqësore dhe ndërmarrjeve shtetërore. Jo, nuk funksionon kështu. Pra të gjithë ata të cilët kanë pasur probleme me këto vite dhe kanë patjetër që nuk i kanë zgjidhur, do t'i drejtohen çdo drejtori rajonale për të njohur me ligjin e ri, sepse ky është një proces i cili nuk do të bëhet nga vetë institucioni, pra identifikon kush nuk i ka vite dhe se kjo është e pamundur për të bërë dhe për të realizuar. Kështu që është kërkesë që bëhet nga vetë qytetarët në drejtoritë rajonale. Dhe është diçka që bëhet duke kërkuar vetë ju. Jemi në fundin e pjesës së dytë. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Desha me ju pyet diçka të lutem. Po. Këta që i kemi drita me akë marrëveshje, ka do një përfitim që ta falas, apo nuk hynë kjo kategori? Jo, dashur, kjo kategori nuk hynë për fat keq. Okej, faleminderit. Asgjë fare, të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Ka pasur shumë pak, po themi, tolerime ose, si mund ta quaj, lehtësime. Në mos gaboj ishte du të paguaj 20 apo 30% e vlerës së mbetur në rast se qytetari e paguante të gjithën për një herë, pra duke u amnistuar një vlerë prej 70 apo 80%, por kjo ka kohë që është bërë dhe që nga ajo kohë nuk është se ka funksionuar një mënyrë apo metodologji tjetër, përveç se pagesës me koste përmes asaj që quhet akt marrëveshje mes qytetarit dhe institucionit. Mirëmëngjesi. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Urdhroni. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po patë mundësi, jam abonua te Onja. Te Onja? Te One, po. Në ndëgjon? Po, të dëgjoj. Edhe kam bërë një kontratë 2 vjeçare, gjithmonë 2 vjeçare, se jam 70 vjeçë, nuk kam mundësi shkoj atje. Bona kontratën tani ka i javë, ato më kanë njëk 25 kanale dhe tarifa po a i sa është. Po pse? Ma ata 123 që ta zoti ka hip shteti. Po si ka ndodhur kjo? Pa një dokument, pa një... As një dokument, lutet nona, as një dokument, shkova atje bona kontratën të hanën. Erri hana i javë, edhe ku vish kiju nuk më hyshin kanalet. Në vish kova di atje, ata janë në hiku kanalet, pra. Se më unë të rrivën të fasën, se ti të rrivën se të kam pasën, ka 20 vjetë që rria bënua atje. Ke kontrat me
Me firmë, e kam kontratën e nona, kam shtëpi. Jo, a ke firmosur them dhe kur? Po kam firmosur me datë 27 maj. Ti kanë hequr gjitha kanalet apo disa? Kanë hequr vetëm kanalet e Teleshef, 22 kanale. Vetëm ato kanë ngelur? Vetëm ata kanë hequr, vetëm Teleshef. Kanë lënë sa kanale, jo si kanali jot, Top Channel, Klani, e me kanë futë sa kanale kuklash. Sa budon harrije. Nuk të dhanë zgjidhje? Asi zgjidhje, shkoj atje ato gotat i përgjigje arrogante. Nuk e di. Po bi, si e justifikuan ato atje? E justifikuan i ka hip shteti. Si e ka bërë? I ka hipur shteti. I ka hipur? I ka hikur. Që të më thënë i ka hipur? I ka eliminuar me fjalë, i ka hip. A i ka hequr, më falë. I ka hequr, po. Më falë dashur, më falë. Më falë ti. Ka lidhje kjo i ka hequr shteti, si heq shteti në kompani private? Më falë që bezdisa se të gjithë problemet e Shqipërisë, po nuk kam rrugë zgjidhje, dhe thash më e ty ndoshta po një ndërhyrje. Nuk më bezdise fare. Po se di, nuk e di, duhet pare dhe se kur e ke firmosur kontratën, zoj, më kupton? Në datë 27 maj e ka firmos nona. Sepse ka një gjë pastaj. Po. Nëse duhet lexuar ajo, se e para, e dyta, mos ndoshta nuk e ke bërë mirë kërkimin. O zemë, unë shkova atyrë, takova inxhinierin në ato... Edhe njerë, më dëgjo pak pra. Po. Mos ndoshta nuk e ke bërë mirë kërkimin. E kam bërë, pa, aja gota i sa, në datë 27 isha këtu me nonë, për mosa kontratën 2 vjeçare. E kuptova pra, e kuptova. Të bëje 2 vjeçare në tjetër. E kuptova pra, po, duhet para, është bërë mirë edhe kërkimit e televizori. Jo, ata kërkimi se qenë këtu ata teknikët. Ata më bon lidhjet mu. Erdhi tekniku këtu, pa i ka jetë. Sa paguan në muaj? 13.600. Po mos ndoshta ke vetëm për internet dhe jo televizor apo jo? Jo, më zemë, jo, vetë gjitha i kom pas nona, gjithmonë. Bile, ku i që kompania Telekomit pa 2 vjetësh, më qeshore, me 6 qeshore pa 2 vjetësh, unë pata 10.600. U futën këta e bon 13.600. Më falë që për të mërzisë o Klodi, për nuk di që të bëj, Du ta mëllë fara, ata nuk e mëllin. Jo, ajo mbyllet, po do paguash atë koston e kontratës, penalitetin. Jo, se nuk e mbyllin ata, si mënyrë ta ajo goca. Da të shpërdoj, da të më si përdoj, ati e vetëmja mënyrë e dashur për të ankuar është institucioni që ka në kontrol mirë funksionimin e këtyre kompanive që është AKEP-i. Po ku kam në numër të atyre, me këtë merë zëtë, nuk ka mënyrë tjetër o shpirt, e kupton? Po të në qimë merë, nona, ata, nuk e di që kompanije në fut në aty. Nuk e di që të bëjmë. AKEP-i e zgjidhje dashur, Autoriteti Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Thuaj dikujt të ndihmojë të ta çojë me një letër përmes postës atje dhe që ti japin zgjidhje. Po ku kam nona këtu njëri çumna di kam të dy jashtë ku që të bëjë. Po nuk kam rrugë tjetër, kupton se edhe ne po ti themi nuk është se na Mirë, më falë, Klodi. Po jo, asgjë, të përqafoj. Faleminderit shumë. Telefonatës, me tjetër, mirëmëngjesi. Gjesë, Klodi. Urdhoni. Dhe isha të kërës për diçka. Po? Kam moshën e mamit, 61 vjeçë. Po? Ka disa vite që ka punuar në kooperativë atëherë. Para se të moshë 60 vjeç, fillovi një gjyq me një avokat. Po? Dhe ka quar letrat aty, ka bërë një pagesë aty. Tash i spesrasin për datën e gjyqit, që të njihen me gjyq. Sa kohë ka kaluar? Po bën gati një vit e gjysmë. Një vit e gjysmë shumë? Po bën gati. Edhe avokatja që noteri, avokatja që ka quar letrat. A i ka quar?
Po, i ka çuar letra se si nuk zgjat kaq shumë ai, nderuar, 1 vit e gjysmë. Nëse i ka çuar dokumente nuk zgjat kaq shumë, ai mund të zgjas në apel, për në apel e ke fjalën. Jo, në gjykatë shtallës parë. Jo, aty në shkallën e parë fillon në momentin nderuar, por verifikoje në rast se janë çuar letrat apo jo. Si të emri me asnjë, domethënë nuk i figuron të emri si që ka punuar në kooperativë, e kupton? Po pra po. Se kishte një gabim me emrin. Kjo u kuptua, po pse 1 vit e gjysmë për gjyqin? Kjo është që edhe neve po shkojmë te avokat, janë ato dilni 61 gjys, 62 vjeç deli thot. 1 sekond. Pamit edhe nuk je atë shpejt as vonë thot për letrat. 1 moment, jo, s'ka lidhje e nderuar, e ke paguar avokatin? Po, jam paguar gjysmën të lekëve. Ja, pra jo, po s'është nuk është punë moshe kjo e nderuar, sepse në rast se dikush kërkon të hap një gjyq në një moment të caktuar, nuk është avokati që vendos mos e hap tani se ke kohë. Kështu që s'ka lidhje nderuar, duhet ta zgjidhësh me atë dhe ti thua që hape gjyqin tani, ç'është kjo 1 vit e gjysmë. Po, avokati. Sepse jo, po ka një gjë. Nëse kalon mosha dhe këto vite nuk të njihen, pastaj ty të humbe drejta edhe për të blerë në 1 vit. Po, kështu që i ke po do i blesh, po kaloj mosha nuk i blen dot më. Kështu që thuaj avokatit të hap procesin e gjyqit se ndryshe nuk mund të funksionojë. I kam thuar letra sot kur të vi data në gjykatën e Durrësit. Sot ajo avokati, i kam thuar letrat për të çuar. Aty kur të vi data në rast se ka kaluar 1 vit e gjysmë, i nderuar nuk i ka çuar. Nuk i ka çuar, 1 vit e gjysmë është shumë. Edhe për më tepër në administrative. Se ne i thuam para se të mbushte 60 vjeç, e kupton? E kuptova. Insistoni aty që ta hap sa më parë procesin e gjyqit sepse keni goxha kalvar të gjatë. Ku ka punuar zonja në këto vite që nuk i njihen? Ka punuar në kooperativ, të Gjebalit, Shijak. Në kooperativ? Po. Po ç'pu ke me gjyq më i nderuar? Po para se ti çomin në letrat nuk ishte dalë ky ligj i ri. Po ç'të duhet më tani, shko te sigurimi shoqërore, bëj letër dhe çoja me shkrim. Dëgjoj pak. Në një letër, ja ta shpjegoj unë. Në një letër do shkruash vitet që i mungojnë nënës. Po. Dhe në fund do thuash që kërkoj të më njihen me ligjin e ri, që është miratuar. Dakor? Dhe çoja drejt. Është miratuar patjetër, ka muaj që është miratuar. Kemi vajt ke avokat, ja? Po lër avokatën më i nderuar. Jo, nga që kemi bërë edhe një herë. Ti e ke avokatin këtu tani apo? Dëgjoj pak tani, dëgjoj. Avokatja nuk është institucion shtetëror i sigurimeve shoqërore. Respekt për punën e secilit. Ajo që po them është gjë tjetër. Në një letër të bardhë do shkruash që më mungojnë kaq vite, pra sigur ka shkruar nëna, në ish kooperativat bujqësore. Nga ky vit në këtë vit kërkoj që të më llogariten dhe njihen me ligjin e ri. Dhe ti këtë me post ja dërgon drejtorisë rajonale. Ç'punë ke me avokatën? S'të duhet avokati. Avokatja të duhet për gjyq që nuk i ka çuar në asnjë moment letra se po ti kishte çuar nuk do kishte zgjatur 1 vit e gjysmë. Më kupton? Ndoshta ajo tani e di këtë gjë dhe thot prit se po e mbaj edhe një çik. Ama siç funksionon këtu, po ha. E po. Kthehemi në studio, jemi në pjesën e tretë të programit, ora 8:03 minuta, vijon komunikimi me ju, mirëmëngjes telefonata. Mirë, si jeni ju? Po këllë dhe një pyetje kështu... Patjetër. Po profesis, po puj. Për të dalë në pension, për shembull, që del personi pension, kooperacion mosh. Një ndërmarrje shtetërore apo privat, po më tepër shtetërore. Ka ndonjë rregull që mund të shtyhet shumë 6 muaj, 1 vit, 5 muaj, si ka. Ka ndonjë rregull? Dalja në pension? Do më thënë. Sa të duash? Shiko, edhe mund mos dalësh në pension, ma. Po si bëhet, si e shumë? Si bëhet, ti do të vazhdosh punën? Po. Asgjë, thjesht do vazhdosh dhe kaq. Nuk do dalësh në pension. Drejtoria po përgjegjësi të mbam shumë. Kjo është gjë tjetër pastaj ndero. Shiko, nuk edhe një herë. Puna pas pensionit është e ligjshme. Po. Më kupton? Varet pastaj nga X kompani shtetërore, po themi apo dhe private, po të dyja.
Në rast se ka nevojë më për atë vend pune dhe për atë person. Jo, e kam këto që me ligj që më të shtyp. Me ligj janë të dyja, më kupton, edhe në rast se e shtyn dhe në rast se të thotë që ke plotësuar moshën. Më kupton, po thjesht do bësh atë kërkesën formale aty te burimet njerëzore për të kërkuar që dëshiron të vazhdosh punën edhe pas kësaj moshe. Te ndërmarrja që je. Aty ku je, te puna, patjetër. Po, e dyta. Nëse vazhdon punën, për shembull, kalon data e pensionit, mund të vazhdosh aplikimin e pension? Atëherë, më dëgjoj pak tani. Ti thua ti bësh të dyja? Po, për shembull. Po. Lejohet edhe kjo, por më parë duhet ta ndërpresësh marrëdhënien me punën, qoftë edhe për një ditë. Po. Dhe pastaj rifillon edhe një herë, dhe kjo gjë nuk ka asnjë problem asaj. Ti merr dhe pensionin, vazhdon dhe punën pastaj. Por duhet bërë kjo shkëputje qoftë edhe një ditë. Duhet shkëputje së zben. Patjetër. Po. Dhe një pyetje tjetër. Më thuaj. Në qoftë shembull se vazhdon normalisht. Po. Për shembull, nuk ndërpritesh. Atëherë data e pensionit nuk ndërpritesh. Unë për shembull marr një status ushtaraku. Ky status i vazhdon tash? Vazhdon. Do më thënë, le të kaloj data e pensionit. Le të kaloj data e pensionit, vazhdon. Vazhdon e merret, s'ka problem. Po, i nderuar. Faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe ju për telefonatën. Ditë mbar, shkoj me telefonues tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Më rrit lëshnësi që ka 76, me thënë se të ndërhur të pasame. Sot nuk nje. Jo më. Po nërshën s'ka një skur. Baba e nërshën. I nërshën jëmë. S'kam përgjën së kam li. As kam bërokën, me lek. As kam bë heksina, as kam bë përstësina. Nuk të kushtë një dhëtë. Gjikush një vedin e vetë. Moja zë pështedin ati që i punën sikush. Ati që s'punën, dinaj për vedit që të batë. Jo, tha nuk Zotja Petrë Zekë që s'kuj. Që ashtë për të kërësor. I mire, këti, mirë, një që erë njën, të të luj. Të të luj, e ka nështë s'ka me horë. Që ashtë për të kërësor. Nuk ka shtësi, nuk ka rrugë, nuk ka me lagë, nuk ka me kullu tokën, nuk ka rrugë me shkollë, nuk ka këtë, nuk ka këtë. Ikime tjetër, është politik jo e zotërisë. Nese, ju flisni ta ishme zët larta sa fjalët hynin edhe vetë nga veshët. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti Klodi. Mirëmëngjes. Dua të pyes këto shtesat që u dhanë për pension në shkurta, në mars, kur që deri kur e ka në fatin e mbylljes që mos i marrësh më? Për cilin bonus? Për këtë vit, jo të dhjetorit. Deri në shtator, zaj. Shumë faleminderit, e kalofsh mirë, shëndet. Edhe juve, faleminderit shumë për telefonatën. Shëndet. Shkojmë tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdoni. Jam Gjuse nga Vlora. Dua të pyes për vitet e humbura, për shembull që unë nuk i kam, të një personit familjar. Po. Ka punuar në PVC sot. Po. Dhe ato janë djegur thonë dhe ai nuk i merr dot. Si mund t'i marri? Ku ka punuar? Çfarë ligji ka dal tani? Ku ka punuar? Në sod. Në sod? Po. Pra nuk i llogaritën sepse i kanë humbur ato dokumentat, çfarë? Cila është arsyeja? Janë djegur thonë, kanë nuk vetëm një 7 vjeçare ka. Nëse jemi në këto kushte vetëm me gjyqje dashur. Vetëm me gjyqje? Po. Faleminderit. Edhe ju faleminderit. Shkojmë tjetër. Alo, përshëndetje. Është larguar. Okej. Presim. Tjetër e kemi. Mirëmëngjes. Çfarë ndodh? Alo. Alo. Flisni, ju lutem. Alo. Alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, më fal bie. Përshëndetje, mirëmëngjes bie. Përshëndetje dashur. Jam nga Kapelena. Kam një 2 muaj që kam dalë në pension. Po. Dhe nuk kam e kënaqur për pensionin, jo se çdo njeri nuk kënaqet si ku me milionat. Natyrë njeriu. Kam 26 vjet punë
në shtet dhe më ka dalë pensioni 138.000 lekë të vjetra. E kuptova. Shko pak zonjë. Si mund të vjerë projë zhvesh? Shko pak. Nuk e dia janë edhe se gjitha vitet, se 13 vjet i kam në para vitit vetëm nga 80 deri në 93. Dëgjoj pak e dashur. Ju keni 26 vite apo 46? 26 jo 26 si harri dot. Se isha edhe në emigrim. Në rregull, po ka që janë dhe me 46. Po nëse s'ka rëndësi. Dëgjoj pak zonjë. Po. Nuk e di nëse po që bëje se nuk ka ndonjë lodhje ajo. Të gjitha ata që kanë pak kënaqësi ose pretendime se pensioni ka dalë më pak nga sa mund të merrnin, edhe pse çiko pak është po me vitet që ke nuk besoj që do jetë më shumë, po nëse kjo është pjesë tjetër pastaj. Në Albania ka një mundësi për të bërë kërkesë për rishqyrtim pensioni. Pra ju e bëni aty dhe shkruani pretendimin tuaj dhe për 2 apo 3 javë të vjen përgjigja. Nëse është llogaritur gabim, ty të kthejnë lekët. Dhe pensioni shtohet. Nëse është llogaritur sakt, të thuhet që është llogaritur sakt dhe është kështu mënyra. Më fal Virinës, po si ta bëj këtë? Nuk di në Albania, do të thonë nëse do t'i kem një seriu jashtë, unë jam plak, 62 vjeçë. Por ti the një njeriu që të më futet në Albania, që e kam hapur nga që bëra dhe dokumentat, dhe çfarë mund të shkruaj atje? Ku jetoni ju, zonjë? Këtu në Tiranë, në Kashar. Në Kashar? Po. Të astiri këtu, të astiri. Kuptova. Një sekund. Ma jep një numër kontakti. Nuk të djeva. Urdo? Nuk të djeva, që më thot? Një numër telefoni. Më dhe të pika bje. E di se janë qëtë të ditë. I bëra dokumentat të gjitha. Nuk më erdhi përgjigja në Albania që ka dalë pensioni, me këto të pallatit, pyet njërën, pyet tjetër me shoqërinë, më thanë që të ka dalë pensioni që në datë 14 prill. Edhe nuk... Dëgjoj pak, tani ke aplikuar, apo jo? Në datë 1 prill e kisham. Në fund një vazhdim. E kuptova. Po kështu mund të bëhet, zonjë, kërkesë për rishqyrtim pensioni në Albania. Shkova dhe ke drejtoria e sigurimeve, për të bërë një ankesë, më dha një numër telefoni, edhe nuk di që të them, nuk di. Më tha që të futesh ajo goca që mora më ka futur në Albania, i thash një goce prap këtu, goca shumë nga të ruar, janë dhe emocionuar tani. Ska gjë. Dhe nuk di dhe me thëmë si ta bëjmë atë kërkesën. Rishikim pensioni. Rishqyrtim, është një Albania jo rubrika në Albania, po. Edhe nuk e di se si dhe me thëmë si du mund ta shkruajmë edhe këtë. Se dhe po të gjojmë vjetë, kam qenë në punë shteti. E di pra, po nuk ka mënyrë tjetër, dashur, vetëm kjo është pra, kërkesa për llogaritë pensioni. Mirë, unë vetëm jam me këtë që a janë njohur 13 vitet nga 80 deri në 93-shin, dhe këto 13 vitet e tjera i kam paguar kontribute unë. Po e kuptova pra, po ju me sa vite keni dalë në total në pension pra? Rreth 25-26 vjet. Po sa keni ndërkohë? Si? Po hapra se këtë duhet të ndani ju zonjë, nëse ti ke dalë në pension me 26 vite, po ndërkohë ke 40 vite, do thotë që s'fjell, po sa ke në total, zonjë? 26, 25, 26. Po pse më thua atëherë nuk e di nëse më është llogaritur kjo apo jo? Fakti që ti thua më janë njohur të gjitha, do thotë që është llogaritur kjo. E kupton? Po. O zonjë, edhe një herë, lëre pjesën kur ke dalë në pension dhe kur ke aplikuar. Mos e konsidero fare. Në momentin që u plotësuat moshën për dalë pension, 61 e pak muaj. Po. Ose kur ke lënë punën, sa vite punë ke? Lere sa t'janë njohur në pension, sa ke në total? 26 vite punë. Bravo, 26. Dhe nëse më thua që me 26 vite kam dalë, edhe në pension, do thotë që t'janë njohur të gjitha. Më kupton? Ti ku e ke dyshimin?
Unë e kam dyshimin që aja njofur vite 80 me 93-shin. 13 vitet e kohës e Enverit. Po patjetër se dëgjoj pak. Ja, po një sekondë se kjo është logjike. Nëse ti ke 26 vite dhe ke total. Po pra në total dhe ke 13 vite për këtë periudhë që më the. Po. Nëse kjo periudhë nuk të është njohur, 26 minus 13 bëjnë 13 vite, kështu që me 13 vite nuk del dot në pension. Po. Dhe automatikisht ty të është njohur kjo periudhë. Sepse nëse nuk do të ishte njohur, pra nga 26 që ke në total, nëse s'do ishte njohur 13, të mbeten 13 apo jo? Po, 13. Me 13 nuk del dot në pension, sepse duhet minimumi 15. Kështu që logjikisht kjo është njohur si periudhë. E kupton? Dhe kjo është, domethënë, kaq mund të dalë. Jo, nuk e thash këtë gjë, e dashur. Jo. Nuk e thash që mund të dalë kaq. Nuk i marrin neve vendimet i marrin. Jo, një sekond, zonjë. Të të sqaroj, dhe përmes jush edhe të tjerë që ndoshta kanë një pretendim. Ka pafundë raste ku pensionistëve u është njohur e gjithë periudha e pensioni, sa ka pasur, 15, 20, 30, 40, 45, dhe i ka dalë pensioni, jo i kënaqshëm me atë metrin që e ka llogaritur vetë ai. Dhe po thoja që ka plot raste kur pensioni është llogaritur gabim tek pensionistët. Dhe pas kësaj kërkese që unë thash duhet bërë një Albania, e ka rishqyrtuar Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore përkatëse, ka bërë vlerësimin dhe ka thënë po, e kemi llogaritur gabim, shtohen x lek në muaj për pensionin që duhet kishte dalë. Ashtu si kundër ka dhe plot raste të tjera që pas kërkesës për rishqyrtim pensioni është llogaritur sakt dhe siguri me thonë nga shqyrtimi i dosjes, nga hapja me një herë, pensioni konfirmojmë që është po aq sa i ka dalë. Mos e lër pa shfrytzuar këtë, sepse nuk të kushton asgjë për ta bërë. Po, duhet të bëj, domethënë vetëm rishikim, si quhet ajo? Rishqyrtim pensioni ose rillogaritje pensioni. Po. Në Albania, po, me Albania. Edhe pse i bëra dokumentat, mua nuk të thash të një më përpara, nuk më erdhi nga Albania që kishte dalë pensioni. S'ka problem. Po thash, nëse ty tani ka dalë pensioni do bësh. Jo, të them për këtë birse. Edhe atje ku shkon, vetëm merr numrin thot ai dhe nuk bëje këtë kërkesë në Albania, e dashur është e vetmja mënyrë se si ju mund të hiqni merakull. Mirë? Gjithsesi, faleminderit. Po pse thua gjithsesi se kam një orë që të sqaroj, pse thua kështu gjithsesi? Se këtë se kuptoj, pse thua gjithsesi? Nuk jam me ashtu, më shkruante edhe në letrët, domethënë. O zonjë, bëj kërkesë për llogaritje pensioni, lërë shumëzoj me zero ato, nuk të bën punë asgjë, ty pensionit ka dalë 160.000 lekë sa më the. Nëse je pa kënaqur, 138, dhe nëse je pa kënaqur, bëj kërkesë për rishqyrtim pensionit. Çfarë do të thotë, se mund të jetë llogaritur edhe sakt, më zonjë, pensioni. Duke lënë më njëjë që është pak, se pak është ajo, edhe po të jetë llogaritur gabim të ka takuar 150.000 lekë. Sërish pak është ajo, edhe 200.000 lekë është pak po të duash. Ne po themi që dhe 1 milion të ishte, po. Bravo. Po mos e thuaj gjithsesi sikur un po të lë pasqaruar. Pra, në rastin tuaj e dashur, nuk ka si lloj mënyre apo forme tjetër për të mësuar dhe kuptuar të vërtetën përveç se kësaj, Pra kërkesa për rishqyrtim pensioni. Aplikohet kjo, brenda 2-3 javë të vjen përgjigja. Shpresojmë të jetë llogaritur gabim që të marrësh më shumë. Faleminderit. Faleminderit juve dashur. Mirupafshim, faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër, ndjes që zgjatëm. Alo? Përshëndetje. Ju kam marrë dhe një tjetër për një arsye, për të njëjtën arsye. Bëhet fjalë për një pronë që kam unë në një fshat, në një bashkime Patosit. Edhe është, domethënë si pronare. Edhe gjithë dokumentacioni im është çuar në gjykat, edhe në gjykatën e apelit. Problemi që ndron, sepse një pronë që kam unë ishte dhe pasur para, ma ka dhënë një gjyqtare. Çfarë ka bërë? Më kupton, e ka zatuar. Okay. E kupton? Po prona është domethënë toka, është e imja, ajo s'ka dokumente nuk e di si e ka zatuar atë. Tani, jeni në gjyq për këtë? Unë jam në gjyq, jo me gjyqtare, unë jam në gjyq në zënë për përfitimin e pronës, më kupton? Mora, në zënë dosjen e mora nga kthimi pronave dhe
si qova në gjyqin, shkallën e parë, doli në një vendim gjysmak dhe unë e qova në apel. Është çështja në apel, po akoma s'ka dalë për inspektim dosja. Tani, me gjithë kërkesat që kanë bërë nga viti 2012 dhe deri sot, me Ministria e Mbrojtjes për ta përfituar se ishte repartu Sarak, se ishte pronare e trollit, erdhën ata e matën atë, se duan ta matën dhe një personi, dytë aty që kishte lënë kjo gjyqtarja, nuk i lejoj ta. Inxhinierë, domethënë ta matin pronën time aty. A ka të drejtë kjo, domethënë, çfarë rrugë duhet të ndjekun përveç se gjyqi domethënë për ta përfituar? Sa kohë është futur në gjyqe dashur, asnjë institucion apo subjekt nuk ka të drejtë bëj asnjë veprim për të. Edhe pse kjo gjyqtarja mund të ketë apo s'ka. Shiko, nuk besoj që është hyrton e njëjta gjyqtare, se është në konflikt interesi. Jo, e kam fjalën këtu, mund ta regjistroj si pronë, nuk kupton me që ka dalë. Jo, askush nuk mund bëj asnjë veprim aty. As ai që e pretendon, as ai që e ka me ndonjë dokument. Pa dalë një vendim. Pa dalë, sepse është proces gjyqësor dhe nuk besoj që mund të guxoj dikush nga përfaqësuesit e institucioneve për të bërë veprime aty, se ka përgjegjësi ligjore ajo pastaj. Pra deri në vendimin që deri në momentin që merret vendimi nga apeli ose i formës së prerë, kur e zaurohen të gjitha shkallët e gjyqësorit. Aty pastaj zbatohet vendimi i gjykatës, por nëse është në proces, askush nga palët nuk ka të drejtë për të bërë veprime aty. Është në proces. Po mirë, ndërkohë mund të bëj një kërkesë për shkakun për ta përfituar të si objekt? Patjetër, edhe pse duhet të dish që përgjigjja do të vijë negative. Po, për sa kohë është në gjyq, çështja dhe institucioni do i del në sistem që për këtë çështje ka pretendime dhe është në gjykatë dhe përgjigjja do të jetë që sa kohë ka një proces gjyqësor. Jo, e kam fjalë të Ministrisë së Mbrojtjes, për ta privatizuar. Jo, po patjetër sepse ajo del në sistem dhe sa kohë janë dy palë aty që kanë pretendime. Ndoshta kanë pretendime, ata s'kan fare çështjen e gjyq. Jam unë që pretendoj. Po mirë, ti me një palë tjetër je. Jo, absolutisht. Po mi kë ke hedhur në gjyq ti zonjë? Unë kam hedhur shtetin. A është palë shteti? Po, më merr mendja, ajo, dëgjoj. Po pra janë dy palë, në çdo proces gjyqësor dashur janë dy palë. Prandaj po them palët. Po. Jo palët jo domosdoshmërisht dy individ. Palët janë edhe dy institucione, kupton? Kështu që në çdo proces gjyqësor ka dy palë, njëra që pretendon dhe tjetra që mund të jetë në heshtje në kuptimin e reagimit në të folur, por që më kupton e dashur. Po, faleminderit. Përshëndet shumë, faleminderit për telefonatën. Gjithë të mirat. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Po urdhoni. Desha të pyes diçka. Më thuaj. Ngre pak zërin tënd, të lutem, se nuk dëgjohesh mirë. Kemi dëgjuar në rrjetet sociale dhe në televizor që është një qeshor futet një shtesë pensioni. Unë televizion punoj, por nuk e kam dëgjuar me thënë drejtë. E kemi dëgjuar për kanale të ndryshme, se tani janë shumë kanale televizive, që do një shtesë pensioni. Po ku që se kam dëgjuar unë? Mirë, po nuk jemi të saktë ne si pensionista që në çdo datë do filloj edhe... Nuk ka, o inderuar. Por nuk ka, më ku i dëgjoni këto që si dëgjoj unë? Në rrjetet sociale jepen çdo ditë, në YouTube, në janë të tjera që të shirë, nuk i majmë në 10 kanale, në moshe të rejtë, në s'kemi shumë... Oj dashur, edhe njerë, nuk ka shtesa. Nuk ka shtesa. Ajo që ju mund të keni dëgjuar, është futja në fuqi ose zbatimi konkret i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për pensionet. Jo, këtu më në Shqipërisë, jo... Atë ke dëgjuar për një qershorin, se unë në televizion punoj, por nuk është se kam dëgjuar që. Nga fillot nga qershori dhe... Nga qershori është zbatimi i marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë për njojin e pensionet. Po jo, tani mos këmgull koto, zotri, unë punoj në televizion, ti thua jo, po më sfidon mua tani. Më vje keq, Po si të vje keq? Nuk ka, oj dashur, nuk ka. Fatkeqësisht nuk ka, se do ishte shumë mirë, do ishte edhe unë shumë i gëzuar po të kishte. Por që nuk ka, nuk e di ku ke dëgjuar, por nuk ka.
Edhe një diçka tjetër në qëse... Patjetër. Në qëse nuk më merë kështu për të keqë. Nuk ta marrë fare për keqë. Nga krahina jonë. Më thuaj. Që kam dëgjuar edhe kemi folur disa herë bashkë. Që çdo telefonues ty të merret zoni duke thonë ul televizorin. A mund ta shkruash një tabelë aty poshtë? Ku çdo telefonues të ul televizorin se nuk dëgjohen muhabetet, nuk dëgjohen fjalët e çfarë thotë tillë. Po e drejt kjo, por si t'ja u bëjmë atyre që nuk ulin radion pastaj dhe nuk e lexojnë dot atë, vetëm e dëgjojnë. Jo, radio, radio është tjetër, televizori tjetër. Po pastaj ka edhe telefonues që dëgjojnë në radio dhe mbajnë zërin e radios të lartë që ata se lexojnë dot atë ulen në zërin televizorit. Duhet ja u thuash me zë. Më vjen shumë keq kur të dëgjoj disa herë edhe minuta ikin ul televizorit. Ti je telefonues që ke hall dhe problem. A e kuptoj që në telefon vjezori ndryshe dhe në televizor ndryshe. Patjetër që po. Edhe këte unë e kam se të ndjek gati tuaj çdo ditë. Faleminderit shumë. Janë ta përhallet, ta probleme që populli i thotë nëpërmjet televizorit, edhe ju si televizor, jo për mbullje, po ju si televizor na keni shumë probleme, shumë drejtime që ne nuk i kemi fare parasysh, nuk kemi kohë që të merremi me të gjithë llojet e problemeve që bëjmë me shumë kënaqësi nderuar. Faleminderit për vlerësimin. Edhe këtë unë desha të them që në këtë probleme, në këtë zgjidhje që po na bëni ju në televizor. Shumë faleminderit. Ju falenderojmë shumë edhe na mungoni kështu që të jeni të paktën drejtues të shtetit. Se këto që kemi ne, na ka mundu flaka nga poshtë edhe kur dali ty mi sipër u do shtëpia fare. Faleminderit dhe njërë zotri, gjithë të mirë, ju dëgjofshim. Faleminderit për telefonatën. Kemi kohë për tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kloke. Urdhëro. Unë jam uleni zërin e televizorit, ju lutem. E kam ullë fare. Ule. Kam punuar në kombinat në autotraktorë në metalurgjia. Po? Ka dalë një status i minatorit, metalurgut dhe i natëtarit. Po? Kanë 10 ligje në shteti. Që pensionet, kartelën time e kanë qatë pun kanë bë unë. Po? E duan një vërtetim të që të shkoj unë në sigurime të bëj që t'ja qoj një kërkesë të sigurime shoqërore që mua të më japë në atë që më takonë. Për që arsye është kjo? Nuk i kanë sigurime të i kanë. Jo, i kanë, po duhet quar nga ana juaj ndëruar. Po pse nga ana im, kur e ndjen ligjin e shtetit, nuk kanë nevojë të rrejtë unë të bëjë të logëm. Okej, pra dakor, ndëruar, ne mund bijmë dakord që pse funksionon kështu, por që sa kohë është ligjore kjo nuk e ndryshojmë dot. Më kupton? Që ta ndryshoj se... Jo, nuk thash ta ndryshoj unë, nuk ndryshohet mënyra se mirë do ishte që, kjo që thoni ju është e drejtë, që sa kohë ata i kanë vetë, pse na thonë neve, dhe kjo qëndron, po sa kohë ju thonë që duhet t'i sillni, duhet i dërgoni. Ja, unë kështu e kam, këtë po, Klodi e t'i gjë. Po. Unë kam shokë dhe mi, unë me të drejtë me Zotin, e besoj ligjin e shtetit, dhe prandaj nuk u kërkoj gjë, e kupton? Ne qartë. Një po këtu që nga shka e kundërta. Se ajo që beson në ligjet e shtetit nuk fiton, dhe ajo që e kërkon një gjë kur dhe një status dhe e fiton. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Si s'është e vërtetë? Jo, s'është e vërtetë, tani. S'mund t'i orientosh njerëzit gabimit dashur, nuk është e vërtetë. Klodi e dëgjoj, unë atë po flasun, unë jam 85 vjeç. U bëfsh edhe 1000 vjeç i dashur, po kur gjërat nuk janë të vërteta, unë do t'i them, ha? Ma vjen keq, po dëgjoj, unë kam një shokun tim. Po. Mund të hajë që ka. Jo, s'ka gjë, ma thuaj, se jam kurioz. Po kam një shokun tim. Kemi punu bashkë, në uzin traktorin, një shpijen Shelikut. Me kalurje. Unë nuk bine e gjë për shumë që ka dalë një ditë i status i minatorit metalurgut me naftarit. Po edhe kjo s'është për fajin e ligjit i dashur. Jo, nuk e më kuptoj Klodi se po ta ko. S'ka gjë, jo, më thuaj. Një po e di që kur dhe një ligj ka shteti, futet në zbatim. Futet në zbatim me kërkesën e qytetarit.
Jo, po ti ke do gjentimet, e ke do gjentimet në sigurimet, që unë kam përfituar nga me dhe kam datë 50 Dhe tjetra, askush nuk është i detyruar për ta dorëzuar dosin, kështu që jeni i lirë edhe të mos e dorëzoni nderuar. Faleminderit se jam vonë për reklama, publicitet vim pas pak në pjesën e fundit. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit të programit, ora 8:32 minuta në komunikim prej orës 7:20 në 068 60 54 639 068 99 00008. Mirëmëngjes telefonata. Zoti, përshëndetje. Përshëndetje. Të lutem për këto makinat që i kemi që në Varreza, edhe kemi vetëm targa ka dalë në falje me këtë falje në që u botani? Jo, i nderuar. Nuk përfshihet kjo. Falenderoj. Faleminderit ty. Faleminderit për telefonatën. Po gjithë mirë. Edhe ty. Okej. Alo. Alo, më dëgjon? Po. Flasim nga Korçatin. Jam një diabetik edhe i them mjekës familjes nuk ka radhë për të vizituar në mjeku i diabetit. Në kurveta atje si nuk ka radhë. Jesh në sistem. A po, ajo po i nderuar. Ajo po duhet jesh në sistem. Po, duhet jem në sistem, po është radha tash është problem ky që sheti mund ta zgjidh. Si janë në 2 punojnë doktoresha që janë për diabetin edhe punojnë nga 2 orë në klinikë, vjen pastaj në privat. Kam unë të vetë në privat ta ndjek të punë. Jo, s'ke pse shkon privat. Ti je futur në sistem edhe ndik sistemin e referencës. Po në sistem po nuk ka radhë prit. Po futu një herë më i nderuar. 2 javë tjera do më muaj e vazhdo. E kuptova, po futu një herë në sistem se pastaj edhe të ndihmojmë ne, më kupton? Po nuk më fut kjo doktoresha s'ka radhë. Ore futu në sistem jo në radhë. Po thjesht shko aty dhe thuaj duhet të regjistrohem. Ka një sistem referimi. Po vazhdon ka shumë. Kjo mund të zgjidhet duke zgjatur orarin e doktoreshave. Të bën nga 3 orë njëri, 3 orë tjetri edhe zgjidhen tërë pacientët që kanë. Aty është miting. E qartë. Në cilin spital? Në cilin spital? Në cilin spital? Pardon? Te cili spital them? Në spitalin e Korçës, civil. E kuptova. Okej, falenderoj shumë. Shkoj me tjetër telefonues, alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gëzohem që flas me juve, jam një emigrante, kam marrë në pushime. Uleni zërin televizorin e dashur, ju lutem. Një minutë shpet. Ulet qiki sa? Ule pak. Falenderit. Falenderit juve. Urdhoni. Desha një numër telefoni me këto të shëndetësisë. Se duat bëj një denoncim. Si të shëndetësisë? Shëndetësia është... Kush merr me ushqimet me këto? Ju lutem. AKU, ja? Kam bler një bukë në supermarket, është komplet e mikur. Ato mund ta hanë fëmijët. Ata mund ta hanë pleqë që nuk shikojnë. Ato nuk e kuptoj. Mërshme. Prandaj desha një ta denoncoj. Të kontrollojnë supermarketet. Është institucioni AKU, zonjë? Kush është lutem? AKU, në Google, mjafton të shkruash Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të del i gjithë kontakti. Unë s'kam të do i të sot, unë për këtë mora. Të mërshme. Erdhe me pushime edhe? Erdhe me pushime dhe hëngra bukën me myk. Kjo është. Nuk e panë fëmijët e hëngra. Tani që bëra unë bukën tosit, shikoj që buka është gjithë myk. Komplet ajo buka. Nuk e kuptoj. Për këtë desha, faleminderit me gjitha. Faleminderit juve, dashur, shumë faleminderit. Në gjithë të dojnë biku e kam blerë, ke biku. Faleminderit shumë, dashur. Po pra, po e kuptova. Faleminderit, me gjitha të faleminderit. Faleminderit juve. Shkoj me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Kemi? Alo, mirëmëngjesi. Flisni, ju lutem. Nuk flet? As kemi. Okej, ndjes. Presim pak momente në këto më pak se 15 minuta kohë deri në përfundim të emisionit. Në 068 99 00008 068 610 639 mos e përplasni aq shumë atë se këto kufjet janë shumë profesionale dhe dëgjohet në goxha, kështu që pak më me kujdes, ju lutem. Alo. Shikon, nëse nuk flet dikush e mbyllim, Frank, lutem.
E mbyllim dhe presim tjetër në 068 99 00008 068 65 469. Alo, mirëmëngjesi. Alo, uleni zërin e televizorit, ja u tha regjia I doli, nuk e di. Alo, mirëmëngjesi. Borxhit. Urdhoni. Mirëmëngjesi Klodit. Mirëmëngjes. Ju përshëndes për emisionin. Përshëndesim dhe ne. Jam qytetar këtu nga Tirana. Po. Këtu në rrugën e Qelqit kemi një problem. Po. Në rast se ka mundësi këtu janë ja 2 supermarkete këtu te rruga e Qelqit. Edhe në krahun që janë supermarketet, aty të ditën është bllokuar nga makinat e njerëzit marrin. Po me keqja është edhe krau tjetër, janë disa makina që... Ku ndodh kjo? Në zonën e kombinatit e rruga e Qelqit. Po ku shehet vaj? Aty janë 2 supermarkete që punojnë. E quajtur ai supermarketi... Po ç'lidhje ka me vajin? Jo, se thash me vajin. Në çfarë? Do me thënë, janë 2 supermarkete që punojnë. Në një krah do me thënë, është bllokuar nga punimet që bëjnë edhe qëndrojnë makinat. Dëgjova vaj prandaj. Okej. Po, kurse nga krau tjetër I bordurës që kalojnë njerëzit, aty janë bllokuar, janë disa makina të vjetra që kanë me vite të gjitha, I kanë hedhur mbi trotuar, edhe aty kalon policia për ditë dhe nuk I bie për shtypje, domethënë s'kemi se ku kalojnë. Në një krah është supermarketi, punojnë njerëzit. Në një krah makinat e vjetra, ta kanë ngelur vetëm rruga në mes, xhadeja në mes kalojnë. Okej. E shohim me përcjellim ndëruar. Ju lutem, po pat mundësi. Te rruga e Qelqit, ë? Po te rruga e Qelqit. Po në fund janë 2 supermarkete, një supermarketi Klodi, në krahun e tjetër janë hedhur makina të vjetra, u kanë rënë gomat, I kanë hedhur mbi trotuar, janë me gomat prishura dhe kanë ngelur atje sogje me vite të tëra. Okej. Do ta përcjellim. Faleminderit shumë I nderuar. Faleminderit e juve, mirë pa. Ditë mbar, 8:38 ora. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes dashur. Turoj për emision. Faleminderit shumë. Desha të bëja një pyetje ose një ndihmë nga juve. Po. Ka vdekur mamaja, po është bërë varimin në Greqi. Dhe ne tani duhet bëjmë regjistrimin në gjendje civile sepse është tu e regjistruar dhe pensionin. Po nëse dalë një problem më madh sepse në emrin e babait, mamas, e kanë bërë gabim. Vënd ta thonin Tokli, e kanë thënë Takli. Në këto po kompjutet e reja që janë këto tani. E kuptova. Dhe mua nuk më bëjnë dot regjistrimin e mamas për vdekjen. Po çfarë të thon? Po vajta edhe në Bashkinë e Madhe. Dhe atje desë si çton me Takli. E kuptova. Shiko, te Bashkia e Madhe pse nuk merr një dokument që vërteton se kemi të bëjmë me të njëjtin person? Si nuk e bëjë? Te Bashkia e Madhe, sepse kështu funksionon. Në momentin kur ka një emër të shkruar keq dhe ndryshon vetëm një shkronjë aty në brendësitë e emrit, është hapësira ligjore që te Bashkia e Madhe të marrësh një vërtetim ku të shkruhet që emri që është ndryshuar, ajo shkronja, dhe emri real I personi kemi të bëjmë me të njëjtin person. Është një metodologji dhe një praktikë që përdoret jo pak kjo, sidomos kur ka ndryshime të tilla. Kështu mund ta bësh. Po pse më përcollën mua ato që... Po sepse ndoshta nuk e ke kërkuar diçka të tillë zonjë. Më kupton? Kërkoni dhe shkoni që kam ardhur të marr një dokument që të vërtetohet se kemi të bëjmë me të njëjtin person në këto 2 emra. Se rruga tjetër pastaj është gjyqi. Po sa I gabimi aty instituti shtetit ata... E di pra, po nuk besoj që të shkoj... Nuk besoj që... E kuptova. Nuk besoj që të shkoj deri në gjyq, sepse thash është ndryshim emri që duket që gabim nga shpejtësia, pra gabim njerëzor, dhe besoj që do të llogaritet si njohje dokumenti që do marrësh nga bashkia. Të lutem atëja, si ta kërkoj në bashki? Pra, do shkosh te bashkia te gjendja civile aty, do t'i thuash kërkoj një vërtetim ku të më thuhet që kemi të bëjmë me të njëjtin person me këta 2 emra. Më kupton sepse është bërë gabimi atje, që s'mund të ndryshohet, dhe ky dokument I bashkisë është dokument ligjor që thotë kemi është njëjti person, pra, më kupton, pavarësisht gabimit dhe ti do bësh regjistrimin pastaj të personit në fjalë. Po, të kuptoj. Pra, vërtetim që kemi të bëjmë me të njëjtin person. Po ma japin ato mua? Patjetër që japin, patjetër që po. Mirë, shumë faleminderit. Të lutem zonjë, faleminderit edhe juve për telefonatën. Ditë mbar. Shkojmë me tjetër në këto më pak se 10 minuta kohë. Deri në përfundim, është larguar
Okej. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, mirë? Si jeni ju? Duhet të falenderoj për ankesën që bëra para 3 ditës, që ju për më binu ujë. Për kë? Për një ankesë që bëra para 3-4 ditëve për munges ujti, për më binu ujë, tash falenderit. Të thash apo jo? Së dyti, gruaja ime jam nga Durrësi, gruaja ka dalë pension në 17-ën. Po? Po vetëm me kontributet, me pagesën e kontributeve. Shumë mirë. Dërsa 15 vjetë punë, 14 punët të kooperativës, ka hapëm një gjyq në Durrës dhe e fituam gjyqin e shkallës së parë. Okej. Edhe ajo sigurime shoqërore e çojnë në apel. Po. A më kupton? Po, të dëgjova. Apele e kthen mbrapsht negativ. Ne e bëjmë për gjykatën e lartë, pastaj bëjmë ankesë gjykatën e lartë. Edhe tashti kemi ndëgjuar para 3-4 muajve sikur do të njihen pa gjyqe. Do të bësh kërkesë i nderuar. Te kjo sigurime shoqërore. Te drejtoria rajonale, po. Faleminderit. Dakor, faleminderit ty për telefonatën, ditë të mbar. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, dashur. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Si je? Djali fortë. Mirë, si jeni ju? Flas nga Pogradeci. Loreta jam. Po. Si je ti birë? Mirë. A je mirë? Mirë. A erdi ndonjë përgjigje për shqetësimin tim, apo të vi aty afër në Tiranë? Jo, s'ka nevojë, zonë, do të marrun pas emisionit. Mirë. Faleminderit. Merr në telefon. Faleminderit. Ikim me telefonat tjetër, jemi 5 minutat e fundit në 068 60 54 639 068 99 00008 në ora 8:44 minuta në këtë të ende të datës 5 qershor. Alo, përshëndetje. Alo? Kemi telefonat në linjë? A ka njëri njërë? Okej. Me sa duket nuk kemi, presim pak sekonda për telefonuesit e fundit për takimin e sotëm të sejndes, data 5 qershor, në 068 99 00008 në 068 60, ja të mbaroj numrat, ju lutem. 54 639. Alo, mirëmëngjesi. Alo, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Zonjë. Alo. Më dëgjon nga telefoni, ule zërin e televizorit, të lutem. Alo. Ule zërin e televizorit. Jo. Alo. Alo. Zonjë, më dëgjoj vetëm nga telefoni dhe jo nga televizori. Nga telefoni po të dëgjoj. Se... Po ja, ule pra tani, se s'po më dëgjoj nga telefoni, ule. Alo. Ule zërin e televizorit. Nga telefoni po të dëgjoj. Po ule moj zonjë tani, ule zërin e televizorit. E ula. Po ti the po të dëgjoj nga telefoni, pse thua ula? Ua. O zonjë, ule zërin e televizorit. Qa ule fike fare? Fike. Ta fik, ja e fika. Fike. Shu. Mos e ndiz më sot. Klodi. Urdhëro. O Klodi. Urdhëro, shpirt, urdhëro. Jo këtu. Unë jam një nanë nga i rreti Korçës në fshatin Miras. Nga që të respektoj edhe të shikoj që sa i mirë je. Faleminderit shumë. E sa fjalë të bukura flet, unë nuk u kam ndonjë shqetësim, po të fola për kuriozitet që thashë do t'i flas një herë këtij djalit. Sa mirë bëre.
ashtu. Po ashtu shqetësime nuk u kam. Mos pa qa si herë. Po tu bëfsha kurban, ore, pra të gojë që ke. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Na merë më shpesh? Do të marrë nga erë, mos u përzit. Të puth. Nga fshati Miras, do ta ke dëgjuar. Po, pa tjetër. Fshati i bukur shumë. Fshati i bukur shumë. Shumë i bukur është. Rofsh. Të përqafoj e dashur, faleminderit shumë që more. Të përqafoj, të puth me na shumë. Edhe unë shumë. Hajde, të falam. Nga shtëpia. Faleminderit, pa tjetër. Shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo, Gladi, mirëmëngjes. Urdhëro. Si jeni? Mirë, si jeni ju? Më shëndes. Po, Gladi. Po. Unë nuk kam një aty herë, telefon prapë dhe më sa që merë. Me në telefon më të prapë. Desha, sa të origine pronë së për jotë. Po, atë doli? Atë të komuna, atë të ka jotë, ata më nisëm për në atë në Luizëm. Si thanë? Shko në Luizëm, ta më dha një kërkes për në Luizëm. Jo, i ndërruar, nuk ka Luizën i ndërruar. Tani ose s'ke shkuar fare, ose të kanë thënë ata gabim, se Luizën nuk ka institucion. Dhe ka jo, që të në saj, tjetërës. Më dha një rekomandim ata. Ta kanë dha rekomandimin? Po, për origine pronës, po s'po del. Kur e ke quar? Ka një javë. Po jo, shkon deri 15 dita jo i dashur. Shkon deri 15 dita? Po, do më thonë 14, po 15. Shumë, Po, pa tjetër. Në kadastër, jo në Luizën, po në kadastër. Kadastër, ku Po, në kadastër. Mirë? Falemderit shumë. Përshëndes, në rast se të vonohet më shumë se 15 ditë, na thuaj. Shumë falemderit, respekte. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkojmë edhe me një ndoshta të fundit, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Urdhëroni. Përshëndetje. Jam një teleshikues, në radhë parë falenderoj ty për respekte dhe për kulturën që ke. Faleminderit. Jam një banues, banoj në Martanesh. Edhe jam 64 vjeç. Edhe marr pension. Edhe du mi fjalë masit moshën 65. A më lejohet që të regjistrohem në punë? Patjetër që të lejohet. Mi fjalë i marr të dyja. I merr të dyja, vetëm se periudha që do punosh pas pensionit nuk të llogaritet për vjetërsi. Po nuk e du të më llogaritet, po jo, kam një variant pune. Po them që si funksionon. Ku se kam bashkëtorët mush tani 61 vjeç. Po. Asa tetor mu 61 vjeç. 62 do dalë në pension zonja. 62 fiks, a? Fiks 62. Shumë faleminderit, paçash nosha, kalosh mirë trujt Zotit. Faleminderit bashkë me ju. Faleminderit shumë për telefonatën, ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët. Dhe u bët pjesë e programit, ndajemi për të ritakuar gjatë ditës, lajmi dhe nesër program. Ditë bukur. Në drejt do t'jemi sërish së bashku në ekranin e televizionit Ora News. Njerëzit sot kanë shumë mundësi për të mësuar dhe për t'u informuar mbi